Nuk ka rëndësi se sa e mirë është mbrojtja e tij. Ai sërish nuk mund të fitojë dot në këtë vendin këtu. Atë lloj mbrojtje me siguri do të dështonte dhe do të rrëzohej. Fitoria e universit të 11 është vetëm çështje kohe tani. Po, ke të drejtë. Një gjendje ultra instikte pa plotësuar është e mjerë dhe një rezistencë pa dobishme për t'i bërë ballë. Çfarë broçkullash po thoni tani? E pa plotësuar, the ti? Kjo do thotë se ka diçka që shtrihet përtej fuqisë së tij të tanishme. Për ta injoruar këtë dhe për të vendosur një rezultat që kur zotat janë shndërruar kaq të nxituar. E ku do të dalësh ti? Mos po thua që ai tani do të mjeshtëroj instiktin dhe do të kaloj xhirenin, ha? E pa mundur, mos thuaj gjepura tani. Çfarë të bën kaq të sigurt? Këtë konkurs fuqie, me këtë kohë të kufizuar, me Sajanët, kemi kaluar mbi kufin ton, si dhe në kohë po ashtu. Ju e keni parë me sytë tuaj këtë. Xhiren, jepi fund ati tani. Poshtë ata, poshtë zotin Goku tani. Nuk kam mbaruar ende. E kam lënë krenarin time, premtimet e mia dhe gjithçka tjetër në duart e tua. Poshtja jote është e papranueshme. Kaloje gjendjen e zotave. Mos e nënvlerëso kur një Saiyan Kakarot. Mposhte!